Krejt papritur në media qarkulloi lajmi se Nejda Balluku kishte dorëzuar në gjykatë kërkesën për të divorcuar nga bashkëshorti i saj. Pikpyetje të mëdha ngriti fakti se Nejda ju drejtua gjykatës një ditë pas sikunata e saj u more pa ndehur nga SPAK. Nejda dha menjëherë një intervistë ku sqaroi se këto dy gjëra nuk kanë as pak lidhje me njëra tjetrën, pasi ajo kishte kohë që nuk jetonte në të njëjtën shtëpi me bashkëshortin e saj dhe rrjedhimisht çifti kishte vendosur të ndahej. Por me sa duket, Nejda ka një lidhje të fortë shpirtërore me familjen e bashkëshortit. Kjo sepse, edhe pasi kërkoi divorcin, disa ditë më pas publikoi një libër dhe ajo preferoi të mbajë ende mbiemrin e ish bashkëshortit, Balluku. Por si janë marrëdhëniet e Nejdës me kunatën e saj, Belinda Balluku? Kësaj pyetje i ka dhënë përgjigje vetë Nejda, e cila tha se ish kunata e ka suportuar në projektin e saj më të fundit. Më pas, ajo tha se e vlerëson shumë Belinda Ballukun, e cila e ka mbështetur atë gjithmonë. Pavarësisht divorcit, Nejda ka marrëdhënie shumë të mira me kunatën, ato takohen së bashku. Për më tepër, Nejda e ka Belën në listën e njerëzve që ajo e do dhe e vlerëson shumë, pavarësisht divorcit. Ndoshta Belinda e kupton Nejdën më mirë se kushdo tjetër, sepse edhe ajo ka kaluar në për të njëjtën periudhë, kur ju desh të divorcohej nga ish bashkëshorti i saj, Sokol Balla.